Zgjedhjet e reja bashkiake në Tiranë do të mbahen të dielën e 9 nëntorit. Presidenti ka firmosur dekretin për zgjedhjet e parakohshme në të 6 bashkitë, duke hapur kështu procedurat për përgatitjen e procesit prej Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dekreti nis me kryeqytetin, e mëtej Vlorën, Kuarmal, Dredha dhe Dorheqen, duke vazhduar me Beratin, Tepelenën, Matin e Cerrikun, ku kryetarët u zgjodhën deputet duke lënë mandatin. Në deklaratën për mediat, presidenti analizon se përse firmosi zhvillimin e votimeve në Tiranë, duke thënë se respektoi vullnetin e Këshillit për shkarkim të Veliajt, pasi nuk u paraqit për më shumë se 3 muaj në detyrë. Presidenti thekson se deklarimi i vakancës është rezultati i një procesi konstatimi dhe verifikimi ligjor. Në këtë interpretim, kreu i shtetit shton se kjo formë shkarkimi duhet të ishte ankimuar në gjykatën administrative, ku mëtej mund të shprehej mbi pezullimin e procedurave dhe jo në gjykatën kushtetuese, siç veproi Erion Veliaj. Në gjykatën kushtetuese, sipas këtij argumenti, duhej paraqitur ankesë vetëm për shkarkimin në rast të një krimi të rëndë dhe jo nga mungesa në detyrë, që konsiderohet akt administrativ. Në këto kushte, në sqarim shtohet se presidenti nga shpallja e vakancës kishte vetëm 48 orë për të dekretuar datën, afat që dhe respektoi këtë të mërkur. Me shpalljen e dekretit, palët mbeten të lira të ndjekin mjetet ligjore për mbrojtjen e interesave të tyre. Presidenti i Republikës, duke shpallur zgjedhjet e pjesshme në këto 6 bashki, bën thirrje për një fushat konkurruese, thuhet në tekst. Ndërkaq të martën gjykata kushtetuese ka bërë të ditur regjistrimin e ankimimit të Erion Veliajt, por duke krijuar paqartësi nëse procesi u pezullua sipas nenit 115 të kushtetutës apo kjo mas nuk u mor. Tashmë Partia Socialiste ka propozuar Ogerta Manastirliun si kandidate, ndërsa opozita vijon konsultimet.